Abelar Tahiri, ish shef i grupit parlamentar të PDK-s, kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mirë se erdhe, kënaqësi pas studio. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi me qenë të neve. Zoti Tahiri, një vendim interesant i ju i vendosit me konë në fund të listës së PDK-s. Ç'a ndodhi? Po mendoj që të pas parasysh angazhimin tim gjatë në Partinë Demokratike të Kosovës, angazhimin tim gjatë pra në kuadër të karrierës time politike, unë angazhimin e kam fillu, domethënë vitet e hershme, domethënë qysh kohën sa kam qenë gjatë studimeve, vitit 2002, 2003, 2004, si një aktivist në Rini Demokratike në atë kohë. Pastaj nga viti 2006 unë më angazhuar edhe zyrtarisht si asistent i kryetarit të Partisë Demokratike zotit Thaçi, dhe nga viti 2006 kam rrugtuar me zotin Thaçi edhe këto vitet kur ai është në paraburgim pra me Havë, i konsideroj si vite që kemi rrugtuar së bashku sepse kam qenë shumë i angazhuar gjatë kësaj periudhe, domethënë edhe në këtë procesin tjetër, dhe mendoj që angazhimi politik gjatë tërë kësaj kohe e bën që thjesht nëse qytetarët do të jenë ata që do të më japin besimin që të vazhdoj angazhimin në kuvendin e Kosovës. Nuk mendoj që është numri ai që duhet më favorizoj apo jo. Mendoj që numri e favorizon një person të ri që do të jetë ngarë për herë të parë, një njeri i cili s'ka arrit me ndërtu një profil publik të qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe mendoj që ajo është e rëndësishme që ti sistemojmë sa më lart. Pra, ndërsa në anën time thash unë që nga viti 2006 edhe zyrtarisht kam filluar punën te zoti Thaçi si asistent, pastaj shef i kabinetit në qeveri për 7 vite në zyrën e kryeministrit, në ministrinë e jashtme këshilltar politik, një periudhë shkurt në presidencë në kohën kur e ka marrë detyrën e presidentit zoti Thaçi. Pastaj nga viti 2017-2020 për afro 3 viteve kam shërbyer si ministri i drejtësisë, pra i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, dhe nga viti 2021 këtej pra si shef i grupit parlamentar në kuvendin e Kosovës, dhe konsideroj që gjitha këto pozita që kam mbajt, pra nga Partia Demokratike e Kosovës, njeriu duhet të reflektoj dhe duhet të shohim të arrisim ekipin, ne nuk jemi të mjaftueshëm, ne gjithmonë duhet marrim të ri të reja, energji të reja, njerëz të shkolluar së fundmi, njerëz të cilët do ta plotësojnë ekipin tonë, dhe besoj pikërisht kjo ka qenë edhe fryma të cilën unë kam ndihmuar që të jetë në kuadër të Partisë Demokratike, dhe për t'i dhënë mesazh të gjithëve që numri nuk është i rëndësishëm në këtë proces, mirë po është angazhimi jon politik për vendin, prandaj kam vendosur me dal numrin në 110, pra me mirë kuptimin edhe të kryetarit të partisë, zoti Hamza, që ai ma lejoj një lëvizje të tillë, dhe mendoj që një gjë të tillë duhet ndodhë edhe të ardhmen nga të tjerët, nga figurat të cilat janë të etabluara më herët në politikën kosovare. E kemi pa listën e PDK-s zotit Tahiri, e përmendet edhe ju që i është dhënë hapësirë njerëzve të ri, e kemi pa dhëçën e parë të PDK-s me figura të reja. Është kjo arsyeja kryesore që keni vendosur që dhëçën e parë me qenë këto figura që i përmendet edhe ju figura pak më të reja? Po, janë figura të reja, janë njerëz të cilët tashmë edhe në një periudhë të shkurtër janë dëshmuar me kualitetet e tyre, qoftë në aspektin e përgatitjeve akademike, qoftë në aspektin politik, dhe mendoj që zoti Hamza ka bërë një përfshirje edhe rajonale jashtëzakonisht të rëndësishme, pra kur e sheh listën e Partisë Demokratike, pra duke i përfshirë edhe rajonet pothuajse kryesore të Kosovës, të cilat janë të përfshirë në kuadër të 10 e parë, dhe është mesazh i qartë se Partia Demokratike ka një shtrirje jashtëzakonisht e mirë në të gjithë Republikën e Kosovës, dhe në atë 10 përfshihen pothuajse të gjitha rajonet. Zoti Tahiri, bashk përpara slogani PDK-s këto zgjedhje, çfarë do të thotë ky slogan? Gjatë kësaj periudhe jemi ballafaqur në një situatë të cilën as ne, pavarësisht që kemi qenë në opozit, nuk e kishim dashur. Pra, gjua e cila ka qenë imponuar nga pushteti ka qenë shumë gjuhë polarizuese. Ka qenë periudhë që më shumë jemi nda, më shumë na kanë nda, më shumë jemi largu nga njëri tjetri, më shumë jemi largu nga agjendat që do duhet ishin të përbashkëta, se sa që kemi qenë bashkë. Dhe rrjedhimisht ndarjet e tilla nuk i bëjnë mirë Republikës së Kosovës. Ndarjet e tilla nuk i bëjnë mirë as shoqërisë tonë. Ne duhet jemi një shoqëri e cila në vazhdimsi duhet kemi politika zhvillimore, sepse ashtu e zhvillojmë edhe vendin edhe shoqërinë. Dhe duke pa krejt këtë angazhim politik në kuadër të këtyre 6 vite prej sa udhëheqemi nga partia në pushtet, e kemi konsideruar që vazhdimi një gjuhë të tillë polarizuese, ndarëse në shoqërinë tonë është shumë i dëmshëm. Prandaj mendoj që e kemi bërë gjën më të mirë të mundshme ku ju kërkojmë njerëzve që të bashkohemi,
të bashkohemi në një agjendë, të bashkohemi të çojmë Republikën e Kosovës përpara, të bashkohemi që ta bëjmë vendin tonë të jetueshëm. Kjo është më e rëndësishmja për një parti politike, në këtë rast që është Partia Demokratike e Kosovës. Të jemi bashkë, të thojmë bashkë përpara, ta zhvillojmë Kosovën bashkë. Zoti Tahiri, i kemi pa disa nga zotimet e kandidatit Bedri Hamza. Çka ofron konkretisht? Zoti Hamza, programi i PDK-s për qytetarët. unë me zotin Hamza kam punu në kapacitete ndryshme, në periudat të ndryshme. Në kohën kur unë kam qenë në kabinetin i kryeministrit Thaçi, ai ka qenë ministri i financave. Pastaj unë kam vazhduar në kabinetin e kryeministrit, ai në mandatin e dytë të zotit Thaçi është emëruar është votuar në Kuvendin e Kosovës si guvernator. Pastaj ju e dini që është kthy prapë në qeverinë e zotit Haradinaj, ku unë kam shërbyer si ministër i drejtësisë, zoti Hamza ka shërbyer si ministër i financave. Dhe në këtë rast duhet të them që proceset e rëndësishme ekonomike në vendin tonë, financiare, rritjen e pagave, rritjen e buxhetit të Republikës Kosovës, ndërtimin e një sistemi qëndrueshëm financiar në vendin tonë, mund ta them lirisht që kanë vulën e qeverisë së zotit Thaçi dhe në veçanti të ish ministrit në atë kohë zotit Hamza, tash kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe konsideroj që sot nuk ka figurë më kredibile në Kosovë, në vendin tonë pra, që ta çojë një agjendë ekonomike të tillë ku do ta përmirësoj cilësinë e jetës në vendin tonë. Pra ajo që është e rëndësishme, siç e thot zoti Hamza, rritja e 50% të pagave duhet ndodhë qysh në muajt e parë të mandatit tina. Pra në vendin tonë duhet krijohet shpresë, në vendin tonë duhet rritet mirëqenia dhe standardi i jetës së qytetarëve tonë. Ne mjafton me i pa shifrat e largimit të qytetarëve këto 6 vitet e fundit. Janë dikon 250.000 qytetarë që kanë lëshu Kosovën. Pra prej 1.8 milion banor sa kemi qenë, kemi ra në 1.5 milion banor që është shifër shqetësuese. Trendi i largimit njerëzve është shqetësues. Prandaj e vetmja mënyrë që t'i mbajmë njerëzit dhe është të krijojmë shpresë që në Republikën e Kosovës mund ta ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve tyre. Prandaj sot programi Bedri Hamzës është program i cili sjell shpresë, është program i cili e prek secilën familje dhe secilën kategori. Është program që e prek studentin, mjekun, profesorin, mësuesin, policin, ushtarin, sektorin privat, ndërmarrësit e ri, kompanitë e mëdha, tatimpaguesit e mëdhaj, pra është një gjithë përfshirje e jashtëzakonshme. Kjo është çka i duhet sot vendit tonë, pra të kemi një program ekonomik të qëndrueshëm, i cili është implementueshëm po ashtu dhe askush sot më mirë se sa zoti Hamza nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Edhe besoj në këtë rast edhe ne si parti kemi reflektuar, i kemi gjetë njerëzit më të mirë të mundshëm që ta drejtojnë Partinë Demokratike të Kosovës për rrethonat dhe situatën çfarë po jetojmë. Sot Kosova ka nevojë për rritjen e mirëqenies dhe standardit të jetës së qytetarëve të tyre. E thatë zoti Hamza se është program lehtësisht i implementueshëm, por a e keni bërë kalkulimet, analizat për shkak se gjithë këto premtime kanë edhe kosto, a e keni bërë saktësisht ato dhe a janë veç premtime të zotit Hamza apo se jemi në fushat zgjedhore dhe shohim se secili po premton? Mjafton, mendoj që e kaluarja tina, siç e thash, është një dëshmi e qartë, domethënë se nëse zoti Hamza do të arrijë me i implementua apo jo. Në kohën kur buxheti i Kosovës ka qenë rreth 1.5 miliard euro, në Republikën e Kosovës janë rrit 2 herë pagat, me ka 50% vitin 2011 dhe vitin 2014. Ku zoti Hamza ka pas një rol kyç. Në fillimin e ndërtimit të rrugës së Kombit, pra zoti Hamza ka qenë një prej njerëzve të cilët e ka dizajnuar të marrëveshje financiare dhe pa pas nevojë me marr kredi dhe pa pas nevojë me fut vendin e borxh për ndërtimin dhe i kemi ndërtuar me të hyra vetanake. Pra, më shumë janë shtruar kilometra rrugë gjatë kohës sa ka qenë zoti Hamza, ministri i financave në Republikën e Kosovës, sa gjatë tërë periudhës së ish Jugosllavisë sa ne kemi qenë në Jugosllavi. Pra, mendoj që zoti Hamza është një njeri i cili është mjaftueshëm i përgatitur për të bërë kalkulimet e duhura dhe për të arritur me implementu programin e tina. Zoti Hamza sot flet saktësisht për nevojat e secilës familje në vendin tonë. Sot është problem me projektu, me projektu një jetë më të mirë, me një mirëqenie më të rritur, me të hyrat dhe me situatën çfarë jemi. Nuk konsiderojmë që vendi mund zhvillohet përmes skemave sociale. Vendi mund zhvillohet përmes zhvillimit ekonomik. Dhe mendoj që fokusi kaq i madh në skema sociale dhe ekskluzivisht tek ministri i financave që është tashmë i qartë nga
kjo qeveria në detyrë, është e qartë që këta nuk kanë ide fare për zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Dhe ajo çka e dëshmon më së miri është ky 5 vjeçar, pothuajse 6 vjet sa kanë qenë në pushtet. Asnjë projekt ekonomik i qëndrueshëm, i cili do të arriste edhe punësimin, i cili do të arriste edhe të hyrat ekonomike në shtetin tonë dhe të familjeve kosovare në këtë rast. Prandaj mendoj që ajo çka është zoti Hamza duke zotuar dhe duke premtuar gjatë kësaj periudhe është lehtësisht e implementueshme për zotin Hamza, duke pas parasysh edhe kalkulimet që ka bërë gjatë tërë kësaj periudhe. Zoti Tahiri e ka thënë vetë Bedri Hamza se nuk ka vijat kuqe pas 28 dhjetorit për asnjë subjekt politik shqiptar. A lën kjo më në kuptu se mund të kemi një koalicion ndërmjet VV-s dhe PDK-s pas 28 dhjetorit? Mendoj që zoti Hamza është jashtëzakonisht shumë i fokusuar në implementimin e projektit tina dhe programit tij politik, ashtu siç jemi fokusuar e gjithë Partia Demokratike e Kosovës. Dhe për ne nuk e shohim strukturën e njerëzve në këtë rast, ne e shohim implementimin e programit tonë. Pastaj nuk duhet ja përshtatim strukturës programin. Mirë, për programit duhet ja përshtatim strukturën të cilën do ta sjellim për ta implementuar dhe për të qeverisë Kosovën në 4 vitet e ardhshme. Dhe unë pikërisht mendoj që këtu jemi në një situatë ku zoti Hamza thot me plot të drejtë, siç e kemi thënë edhe ne si Parti Demokratike e Kosovës, sepse nuk kemi vijat kuqe për partitë politike në Republikën e Kosovës, sepse ajo që është e rëndësishme është implementimi i një projekti politik 4 vjeçar i cili do ta zhvillojë vendin. Pastaj me kodo që do të bashkësheverisim, pavarësisht sa do të fitojmë, pavarësisht numrave të deputetëve që jam i bindur që Partia Demokratike po hyn ngor me fitu, kanë mbet diku rreth 8 ditë angazhim deri në ditën e zgjedhjeve, ne prapse preferojmë që vendin ta qeverisim me një partner i cili, sepse mendojmë që është më e shëndetshme për Kosovën, mendojmë që është më mirë që të kemi sa më shumë njerëz të profile dhe dimensioneve të ndryshme, të cilët do të japin kontribut në kuadër të qeverisë së zotit Hamza për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Apo thjesht mund të shohim një qeveri të udhëhequr nga ish partitë opozitare? Mendoj që ajo tashmë është reale. Mendoj që ajo është reale dhe mirë, thash para se ta mendojmë strukturën e njerëzve që do të jenë aty, mendoj që duhet ta mendojmë strukturën e programit se si do të qeverisin ata njerëz dhe cilat do të jenë prioritetet. Dhe tashmë prioritetet e qeverisë së zotit Hamza janë të qarta. Ajo që është më e rëndësishmja është zhvillimi ekonomik, mbështetja e sektorit privat, ulja e çmimeve që është më e rëndësishmja në këtë periudhë. Ne po e jetojmë në një periudhë ku çdo muaj rriten çmimet në Republikën e Kosovës, dhe unë duhet ta them edhe një gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, konsideroj që qeveria aktuale e ka projektuar në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme edhe një valë të re të rritjes së çmimeve nga janari i vitit 2026. Çu që ka projektuar këtë? Pra, qeveria e Republikës së Kosovës, ju e dini që ka miratu një plan të ri të rritjes së tatimit në pronë dhe rritja e tatimit në pronë këtë rast për objektet afariste komerciale do të hynë fuqi nga 1 janari i vitit 2026. Pra, gjitha ato objekte afariste, gjitha ato dyqane ku ne furnizohemi me ushqimet tona ditore ku shkojmë, atyre objekteve, pra do t'ju rritet tatimin e pronë. Dhe rrjedhimisht, për me arrit me mbjetu, do me thonë këtë rast, pronari ati bizneset dhe ati lokali duhet me rrit tatimin pronë dhe duhet me pagu ashtu si që ka kërku qeveria në këtë rast në largim e zotit Kurti. Dhe për me umbulu, duhet me rrit çmimi i secilit produkt që shitet në këtë rast në atë dyqan. Dhe kush e bon barrën në fund, është qytetari i Republikës së Kosovës, ai që do ta bëjë barrën e këtyre shtrejtimeve. Për ta ndalë këtë valë të re të shtrejtimeve, mendoj që kemi vetëm një mundësi. Pra, mos ta presim 1 janarin që të hyjmë fuqi, mirë po me 28 dhjetor. Ashtu siç e ka dhe në program zoti Hamza për kthimin e normave të tatimit pronë, siç ka qenë pra para se të rritej, ta votojmë gjithë bashku Bedri Hamzën në mënyrë që ta ndalojmë dhe ta stopojmë edhe një valë të re të rritjes së çmimeve në vendin tonë. Kur jemi te çmimet, zoti Hamza ka premtuar edhe uljen e TVSH-s, tatimin e vlerën e shtuar në 0 pra për produktet ushqimore esenciale bazike që ne i blejmë në baza ditore, po ashtu ka premtuar edhe uljen e TVSH-s në energji elektrike që do ta ulë çmimin e energjisë elektrike. Po jo jap vetëm një shembull, që të jemi të qartë në shifra. Një biznes në Republikën e Kosovës, qof hoteleri, qof prodhues, apo çfarëdo lëmie që është, që ka paguar rrymë diku rreth 20.000 euro në muaj, sot e njëjti me tarifa që i ka rrit qeveria aktuale,
kryeministri Kurti pagun energji elektrike rreth 45.000 euro. Pra 20.000 euro që i ka paguar para disa muajve, pagun tashmë 45.000 euro. Pra trapë po e them, për me mbjetuaj biznes, duhet me rritë çmimin e secilit produkt që e shet në atë dyqan. Dhe ne jemi ata që i blej. Qytetarët e Kosovës janë ata që në fund të vites e bojnë këtë borën e rritjes. Pra kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme që me datë 28 dhjetor të japim një drejtim të ri vendit tonë, zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Pra poezijet fryma bizneseve, ekonomive tona të vogla, të mesme të mëdha në vendin tonë, nga rritja të tatimeve, nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. Kështu nuk mund vazhdohet. Me 28 dhjetor e kemi mundësinë ta ndalim dhe e kemi mundësinë të japim drejtim të ri zhvillimit ekonomik në Republikën tonë. Zoti Tahiri, një vit i humbur për Kosovën, nga non shkurti për herë të katërt qytetarët pi drejtohen kutive të votimit, e pam se çfarë ndolli. Nuk ka institucione të reja, nuk pa qeveri, nuk pa sërish në zgjedhje. Hipotetikisht, a mund të përsëritet një situatë e tillë pas 28 dhjetorit, pavarësisht se janë disa aktgjykime të gjykatës kushtetuese? Unë kisha pas shef që tjetë vetëm një vit i humbur, jo më shumë. Por fatkeqësisht nëse e shohim nga viti 2020 e tjera, ne e shohim cili ka qenë progresi në vendin tonë. Fatkeqësisht. Unë mundohem që të jem sa më objektiv dhe mundohem me po edhe ato ku ka pas zhvillim dhe ato ku kanë ecë gjëra të mirë gjatë këtyre viteve. Mirë po, nëse mundohemi me gjetë projekte domethënëse të cilat e kanë përmirësuar sadopak jetën e qytetarëve në vendin tonë, pra ato nuk mund t'i gjesh edhe me lup me i po në raportet e kësaj qeverie për këto 5 vite. Ju e dini që kanë qenë dikon rreth 800 milion euro, që Republika e Kosovës nuk ka mujtë me shfrytzuar nga Bashkimi Evropian për tashmë 3 vite për shkak sanksioneve nga vetë Bashkimi Evropian. Prandaj mendoj që nuk po flasim për një vit humbur. Për një vit jemi me të humbur me qeverinë detyrë, po janë gjithë këto vite fatkeqësisht që s'kemi arrit me po progresin të cilin e meritojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj, ajo që ka shumë e rëndësishme është që ne sa më parë, në momentin kur do t'i përfundojmë, në momentin që do të certifikohet rezultati, zoti Hamza do të ketë një angazhim dhe një dinamik jashtëzakonisht të madhe në krijimin e institucioneve dhe unë jam i bindur që nuk do të merr shumë kohë dhe këto institucione do të krijohen dhe do të arrijmë saktësisht hym në agjendën tonë zhvillimore si shtet. Zoti Tahiri, i përmendët masa, Bashkimi Evropian vendosi që të hiqen ato 50% pa të eksponent dhe zyrtar të lëvizjeve të vendosje, thoj u krenuan me heqjen e masave, ndërkohë që gati u bën 3 vite që Bashkimi Evropian kishte vendosur këto masa ndaj Kosovës. Në qershor bën 3 vite, pra janë bërë 2 vite e gjysmë realisht prej kur i kemi këto masa. Masat s'kan ardhur si rezultat i punëve të këqija të opozitës, masat kanë ardhur si rezultat i qeverisë aktuale. Prandaj sot në vendin tonë është bërë një dëm. Ne nuk i kemi shfrytzuar rreth 800 milion euro para këto të dedikuara për Republikën e Kosovës nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi fajtuar ne. Kurti nuk kemi fajtuar ne partitë ish opozitare. Po nuk kemi bërë në asnjë veprim, se s'kemi mujtë, sepse ne jemi opozitë. Ne s'kemi miratuar asnjë ligj, ne s'kemi bërë as një veprim të mundshëm për ta sjellë një gjendje të tillë. Prandaj sot po krenohet një njeri i cili fatkeqësisht është shkaktari kryesor, është angazhimi i tij, është puna e tij e cila e ka sjell Kosovën tash 2 vite e gjysmë në këto sanksione nga Bashkimi Evropian. Zoti Tahiri, të premten në mbledhjet e qeverisë, zoti Kurti tha se Kosova nuk ka masa nga Bashkimi Evropian, por tha ka masa nga ish opozita. Për çfarë masa ka fjalë? Shumë mirë që qunë ish opozita, mendoj që tashmë partitë, në këtë rast Partia Demokratike dhe partitë tjera, do të jenë ato të cilat do ta formojnë qeverinë e Republikës së Kosovës. Ne nuk kemi masa ndaj askujna, ne s'kemi sanksione ndaj askujna, ne kemi angazhim për qytetarët e Republikës së Kosovës, ne kemi angazhim për përmirësimin e jetës së secilit qytetar në vendin tonë. Ne nuk kemi në këtë rast ne nuk kemi gjuhë polarizuese për askën, as për zotin Kurti, as për të tjerët. Ne angazhimin dhe fokusin tonë e kemi në agjendën tonë zhvillimore për Republikën e Kosovës. Pra në ekonomi, në çështje financiare, në sundim të ligjit, në funksionim të shtetit tonë ligjor dhe kushtetues, që këto 5 vite të fundit ka qenë jashtëzakonisht shumë problematike. Ju e dini që një prej angazhimeve të mia më të mëdha si shef i grupit parlamentar i Partisë Demokratike gjatë këtyre 5 viteve ka qenë mbrojtja e kushtetueshmërisë në Republikën e Kosovës. Janë 33 lëndë që ne i kemi dërguar në gjykatën kushtetuese
për pra vendime të një shumice parlamentare, të një qeverie, të një mazhorance, pra mund ta imagjinosh, nuk besoj që kemi gjetë vend demokratik në rrezullin toksor që i dërgohen 33 lanë në gjykatën kushtetuese që cënojnë kushtetueshmërinë në vendin tonë. Ky ka qenë angazhimi jo. Prandaj ne nuk kemi masa për askënd, ne s'kemi sanksione për askënd, ne kemi i ushtrim dorë në bashkëpunimit të gjithë atyre, të cilët do të arrijmë të gjejmë gjuhën e përbashkët në implementimin e projektit të zotit Hamza. Unë mendoj që nganjëherë ndoshta parti politike si partia që tashmë është në pushtet në detyrë, normalisht në mungesë të projekteve, në mungesë të flisni një gjuhë të zotit Kurti ndaj partive ish opozitare, zoti Tahiri? Mendoj që është e parancishme. Mendoj që nuk duhet merremi me të. Mendoj që duhet shohim angazhimet tona të përbashkëta me qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne po kërkojmë bashkuemi me të gjithë. Ne po kërkojmë, nuk e pasojmë askënd që ka votuar në të kaluarën zotin Kurti. Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës kanë pas shpresë që do të jetë një qeveri e cila do të jap zhvillim Republikës së Kosovës, do ta forcojë sundimin e ligjit, do të përmirësoj shërbimet spitalore në vendin tonë, do të përmirësoj cilësinë arsim, por fatkeqësisht sot po e ballafaqojmë gjithë, po jetojmë gjendjen në të cilën jemi. Prandaj sot gjithë ata që kanë dikur e kanë votuar zotin Kurti, ne i kërkojmë gjithë atyre që të bashkohemi për shtëpinë tonë. Kjo është shtëpia jonë, kjo është vendi ynë, kjo është avdheu ynë, s'kemi mundësi tjetër, s'kemi vend tjetër. Nuk është opcion real ta marrim rrugën e mergjimit. Pra mjaftueshëm kanë dalë qytetarët e Republikës së Kosovës, mjaftueshëm e kanë shumë. Ne duhet bëhemi bashkë ta ndërtojmë shtëpinë tonë. Kjo është agjenda jonë, kjo është thirrja jonë. Nëse ne arrijmë u bashku rreth një projekti ekonomik, politik, që e përmirëson jetën e secilit qytetar në vendin tonë, atëherë rruga e vetme do të jetë migrimi, largimi i qytetarëve nga Kosova. Ne këtë nuk e duam. Prandaj ju bëjmë thirrje gjithëve që të bashkohemi. Zoti Kurti normalisht e ka të drejtën e tina që të vazhdojmë me gjuhën e tij polarizuese, ndarëse, përçarëse. Ne nuk jemi ata që përçojmë, ne nuk jemi ata që ndajmë, ne jemi ata që kërkojmë bashkim, ne jemi ata që kërkojmë së bashku ta zhvillojmë Republikën tonë. Zoti Tahiri, një çështje tjetër, ka pasur akuza ndaj kësaj qeverie nga ekspert, por edhe nga partitë ish opozitare për çmimin e lartë të energjisë elektrike dhe blerjen apo të tjera të rrymës nga kompani që janë të lidhura me Vuk Hamovicin. EFT-ja Vuk Hamovicit pat një tentim të deputetëve siç ishte Armen Muja, Artani Rizvanolli, me ato grafikat në një konferencë për shtyp se nuk blejmë ose nuk importojmë rrymë nga kompania e Vuk Hamovicit, por ishte një bashkëpartijak i lëvizjes vendosje Berat Lau, i cili nxjerri në publik ku ajo kompani ishte licencuar me 2 shtator 2021. Në emrin e Vuk Hamovicit dhe të kompanisë së tij ne për herë të parë kemi dëgjuar nga zoti Kurti. Ne nuk e kemi njohur më herët. Edhe si qytetar, si politik. Armen Buja tha se edhe të tjerë ta kanë blej. Po flas, domethënë ne nuk e kemi njohur më herët. Sa ka qenë zoti Kurti në opozitë e ka sjell për diskutim emrin e personit në fjalë Vuk Hamovic dhe kompanisë së tij. Prandaj ai e ka sjell në Republikën e Kosovës, edhe ka bërë të njohur, edhe kompania e tij pastaj ka ardhur me ardhen e tij në pushtet. Ne nuk e kemi sjellur, ne nuk e kemi njohur, ne nuk kemi dëgjuar asnjëherë për të dhe pra pikërisht personin në fjalë i cili si po thon e kontrollon energjinë elektrike rrjetin pra në vend qoftë në Bosnjë Hercegovinë, këtë rast në Republika Srpska apo në Republikën e Serbisë, ai ka ardhur me qeverinë e zotit Kurti në Republikën e Kosovës. Ne nuk e kemi njohur më herët, as nuk kemi dëgjuar më herët. Tash pikërisht edhe si emër është i bërë i njohur nga zoti Kurti. Sa i përket rritjes së energjisë elektrike, unë po them që qytetarëve në këtë rast ekonomive familjare, qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju është rrit energjia elektrike për 127%. U paralajmërua një rritje e re në prill zoti Tahiri. Ndërsa bizneseve rreth 250%. Por kjo është e tmerrshme. Domthonë kjo është e tmerrshme çfarë ka ndodhur. Prandaj kjo po e bën të pamundshme dhe po i ngulfat bizneset në vendet tona. Në vend që të shohim dhe se si ta ulim, se si t'ju ndihmojmë, qoftë përmes subvencioneve, qoftë për heqjen e tatimit të VSH-s pra në këtë rast në energji elektrike, ne kemi një angazhim tyre prapë që edhe në prill ta ngrisin energjinë elektrike. Nëse do të vazhdoj kryeministri Kurti edhe në prill, normalisht që ky do të jetë trendi. Do të rritet çmimi i energjisë elektrike. Mirë, po ne kemi një mundësi ta ndalim. E kemi mundësinë ta ndalim që në javën e ardhshme, ditën e diel pra. Të dielën në javë me datën 28 dhjetor, ne kemi mundësinë të japim vendit një qeveri e cila do ta ulë çmimin e energjisë elektrike,
e cila do ta ulë çmimin e secilit produkt esencial ushqimor që ne e blejmë në baza ditore, e cila do t'i hap një perspektivë të re ekonomike bizneseve tona, qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra bizneset private janë kurrizi i ekonomisë së vendit tonë. Ato e mbushin buxhetin e Republikës së Kosovës. Prandaj ne nuk duhet t'i ngulfatim. Ne duhet sa më shumë që t'ju ndihmojnë, qoftë përmes energjisë elektrike, qoftë përmes tatimit mbi vlerën e shtuar, qoftë përmes tatimit të mpronë, e kështu me radhë që të hapim një perspektivë të re. Pra, me zotin Kurti, patyshim që rritja në prill do të jetë evidente dhe është faktike siç ka qenë edhe në vitet e kaluara. Ndërsa sa i përket këtyre eksperimenteve që ju i përmendet, ne është fatkeqësi që prapë e them e shohim një angazhim të vrullshëm, një dinamik shumë të madhe të lancimit të pavërtetave gjatë tërë kësaj periudhe, edhe nga personat që ju folë. Prandaj është shqetësuese me pa kapjen e kompanive tona publike nga njerëz të cilët nuk e dim se kush janë, nuk e dim se cila është e kaluara e tyre dhe nuk e dim se cili është misioni i tyre në Kosovë. Dikur i kemi pa se si vendosin kur me ble energji elektrike, kur me shit energji elektrike, kur me na nal energjinë elektrike neve shtetërore, kur mos më na nal, kur me pas reduktime, kur jo. Tash po e shohim që përpos që i pas kanë pas dur të futura në energji elektrike, i pas kanë pas edhe në ujrat tona, tash e shohim edhe në Berlepenc, se kush vendos pra për pozitat larta drejtuese dhe se si vendos se si drejtohen këto kompani. Kjo është shqetësuese, kjo është e tmerrshme. Unë nuk e përjashtoj mundësinë që edhe në të kaluara edhe në qeverit tona ka pas gabime, kemi pas telashe, kemi pas probleme, kemi pas ndryshime të cilat nuk do duhej me ndodh, mirë po jo të planifikuara nga çarçe kriminale, siç i shohim fatkeqësisht gjatë kësaj periudhe. Dhe besoj që prapë kemi një mundësi t'i japim, ta ndalim këtë avaz, t'i ndalim këto keqpërdorime me datën 28 dhjetor. Zoti Tahiri, protesta gjithandej ndaj padrejtësive që po bëhen në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s, pat në Prishtinë, Tiranë, në Hagë, në Strasburg dhe fundit ke në Shkup. Atje drejt fundit procesi, por cili do të jetë epilogu sipas Abelar Tahiri? Unë besoj, sikur secili qytetar në Republikën e Kosovës, besojmë në pafajësinë e tyre, besojmë në lirimin e tyre të plotësit, pafajshëm dhe besojmë që shumë shpejt do t'i kemi në mesin tonë. Ne besojmë në drejtësi. Republika e Kosovës edhe kur i ka themelu këto institucione, kur i ka dhënë mundësinë përmes legjislacionit që është miratuar në Kuvendin e Kosovës, kur i ka dhënë mundësinë në këtë rast aktorëve ndërkombëtar me ndërtu këtë lloj tribunali ndërkombëtar, se realisht ky është një lloj tribunali ndërkombëtar sepse është një strukturë që e ka miratuar Republika e Kosovës, po në fund ajo popullohet me njerëz të cilët rekrutohen dhe angazhohen nga këtë rast nga komuniteti ndërkombëtar dhe jo nga Republika e Kosovës. Ne besojmë në drejtësi, besojmë në pafajësinë e tyre, besojmë në luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që ka bërë gjatë luftës në Republikën e Kosovës. Qëllimi jon ka qenë çlirimi nga një poshtues, qëllimi jon ka qenë të jetojmë të lirë sikur gjitha kombet e lira të botës. Qëllimi jon ka qenë që të krijojmë një ambient ku secili qytetar i cili çdo etni, qofshin ata si shqiptar shumicë, qofshin të pakicave tjera, serb, turq dhe komunitetet e tjera, të jetojnë të lirë, të jetojnë një jetë të dinjitetshme, të jetojnë në një jetë e cilët nuk do të cënohet nga askush fakti pse vjen nga një komunitet pakicë, në këtë rast qofshin ata komunitete serb apo komunitete tjera. Pra lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e cila e ka ndërtuar një ambient ku të gjitha në këtë rast qofshin pakicat, komunitetet jo shumicë, më mirë them, apo komunitetet shumicë, të jetojmë në një ambient të lirë për të gjithë, në një ambient ku secili e ka perspektivën e vet. Ky ka qenë angazhimi dhe misioni i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe besoj që ja kemi dalë dhe fal një sakrificë të tillë, fal luftës, ne sot e kemi edhe shtetin e Kosovës, ne sot e kemi një histori të lavdishme, të re mirë po shumë të lavdishme dhe besoj pikërisht lavdia kësaj lufte ata do t'i nxjerrë të pafajshëm dhe do ta bashkohen të lirë në Republikën e Kosovës. Zoti Tahiri, faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi me qenë ti. Faleminderit.